Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton Monitor TV, për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Ë Në këtë minutazh dua të ndaloj tek Heidi Baci. Heidi Baci, një nga figurat më të komentuara, më të përfolura, tashmë edhe si moderatore përputhen. Duket që gjërat në jetë po i shkojnë aq bukur, gjërat në jetë po i shkojnë aq mirë, saqë Heidi në shumicën e rasteve vendos që të na ndajë momente të bukura nga jeta dhe nga përditshmëria e saj. Heidi Baci na ka treguar në shumicën e gjërave që ka një marrëdhënie goxha të afërt me prindërit e saj, sidomos me nënën e saj. Unë gjithmonë kam thënë që gocat janë të babait, por në këtë rast Heidi është edhe e babit edhe e mamit. Nga të gjitha gojthënat që po përfliten për Heidin, nga të gjitha thashethemet që po fliten për Heidin, Heidi Baci ka vendosur që t'i dhuroj edhe një relaks dhe një energji para një maratone goxha të ngjeshur vetes së saj duke udhëtuar për Ibiza. Ndryshe nga fotografitë e tjera që në fakt jemi mësuar ta shohim Heidin duke pozuar nëpër ambiente fantastike, nëpër pishina luksoze, nëpër vila gjigande, që ka preferuar të kaloj pushimet këtë verë e vetme, sepse nuk kemi arritur që të kuptojmë nëse Heidi ka krijuar një lidhje dashurie, domethënë është jashtëzakonisht sekrete në këtë drejtim. Heidi Baci ka përzgjedhur që së bashku me babin, mamin edhe vëllaun të kaloj disa momente të bukura në Ibiza. Fotografi që në fakt kanë marrë një vëmendje goxha të madhe, një vëmendje goxha të thelluar dhe janë komentuar jashtëzakonisht shumë nga ndjekësit. Heidi gjithmonë kur është pranë familjes duket shumë e lumtur. Ju e dini shumë bukur që Heidi kishte të preferuar që të jetonte në Itali pranë familjes, por siç duket, interesi i madh i Top Channel-it për ta patur Heidin pranë, e bëri Heidin që Heidi të largohet nga familja dhe të jetoj larg, por momentet më të bukura, pushimet verore, me patjetër që t'i kalon dhe me njerëzit e saj të dashur. Mua më pëlqen që nga personazhet publik në fakt marrim këto mesazhe, sepse ky është mesazhi më i bukur që ne mund ta marrim, mesazhi më pozitiv, dhe kjo në fakt më jep atë ngjyrën e bukur të emocionit familjar, se nuk ka më bukur se sa të shohësh një familje të bashkuar pa marrë parasysh se sa i ndajnë rrugët e tyre të jetës. Heidi po përjeton momente të bukura dhe ndjehet vërtet e kënaqur në jetën e saj.